Ambasadori britanik në Kosovë Jonathan Hargreaves ka reaguar pas sulmit që ka ndodhur në mbrëmjen e djeshme në fshatin Varak të Zubin Potokut, me që rast është dëmtuar kanali i ujit i Iberlepencit. Ambasadori britanik përmes një shkrimi në Facebook tha se ky sulm do të hetohet shpejt dhe sa është bërë me qëllim pasi ka pasojë të rënda për furnizimet me ujë dhe energji. Incidenti serioz në Zubin Potok ka pasojë potencialisht të rënda për furnizim me energji dhe ujë në komunitete të ndryshme në shumë pjesë të Kosovës. Duhet të hetohet shpejt për ndonjë sulm të qëllimshëm ndaj infrastrukturës kritike, tha ambasadori britanik. Ministri i Punëve të Brendshme Xhelal Zveçla ka reaguar pas plotësimit që ka dëmtuar kanalin e Iberlepencit në Zubin Potok. Ai e ka cilësuar këtë rast si një akt terrorist duke i quajtur një sulm ndaj një infrastrukture kritike. Pas paralajmërimeve, policia ka ardhur në vendin e ngjarjes. Ky rast është parë si një rezultat i një akti terrorist. Një pjesë e kanalit të Iberlepencit është cilësuar si infrastrukturë kritike dhe është dëmtuar, ka thënë Zveçla. Nuk po flasim për armë të vogla, po flasim për eksploziv, që nuk është e lehtë të gjenden në tregun e zi. Kjo patjetër që vjen nga rezervat nga stoqet e eksplozivit të Serbisë, ka thënë Zveçla. Ne me kaq po mbyllim, të nderuar teleshikues, bashkë jemi sërish të hënën.